Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka prezantuar në Prishtinë programin për një rilindje shqiptare. Gjatë fjalës së tij, Krye Socialiste ka premtuar se pas 23 qershorit, PS do të mbështesë Kosovën për liberalizimin e vizave si dhe njohjen e saj nga 5 vendet e Bashkimit Evropian, të cilat nuk e kanë njohur. Pas 23 qershorit, ne duam të japim një cilësi dhe shpejtësi të re procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Por duam po ashtu ta mbështesin fort Kosovën, qoftë për procesin e liberalizimit të vizave si fillim, qoftë për 5 njohjet e mbetura ende 5. Unë mendoj se Kosova nuk mund dhe nuk duhet ta paguajë çmimin e azil kërkuesve serb apo maqedonas dhe të pengohet lëviz lirisht në Bashkimin Evropian. Gjithashtu Krye Socialiste ka premtuar një politikë të re për marrëdhëniet Shqipëri-Kosovë. Rama premtoi një status të ri për Kosovën, duke nisur nga nënshkrimi i një traktati bashkëpunimi e mirëkuptimi e duke shkuar tek bashkimi doganor. Ne do të punojmë qysh në ditën e parë të qeverisjes sonë, bashkë me autoritetet përfaqësuese të Kosovës, për të nënshkruar një orë më parë traktatin e miqësisë, bashkëpunimit, fqinjësisë mirë dhe sigurisë. Sepse ne e çmojmë këtë traktat si të nevojshëm në rrafshin diplomatik, të detyrueshëm në rrafshin kombëtar dhe të domosdoshëm në rrafshin strategjik për shqiptarët në rajon. Ne do të vëmë në jetë praktikën e organizimit të mbledhjeve të përbashkëta të qeverive, ku do të orientojmë dhe mbikëqyrim strategjitë e bashkëpunimit të thelluara në planin politik, ekonomik dhe social. Rama ju referua sërish deklaratave nacionaliste, duke theksuar se retorika të tilla duhet i lihen së kaluarës, ndërsa vuri në dukje se Partia Socialiste është e vetmja që ka në programin e saj zgjidhjen e çështjes shame. E ndërsa ka bërë batuta për kryeministrin Berisha, që sipas Ramos disa kosovarë shohin si Skënderbeun, ai përmendi disa nga pikat historike të shqiptarëve ku Berisha ka punuar kundër Kosovës. Sali Berisha, cilin hera herës në Kosovë gati e ngatroi me Skënderbeun. Një nga tres që me thënë drejtën do t'i provokonte Gjergj Kastriotit atë që Faik Konica e quan një i papërmbajtur gas. Është fakt i njohur që kur bota demokratike shpalli embargon ndaj Slobodan Miloševićit, burimi që ushqente me naft makinerin e luftës së Miloševićit, duke ushqyer kështu të gjitha gojët e zjarrit mbi Bosnjën martire, ishte Shqipëria e presidentit atëhershëm Sali Berisha.